tretë më të madh Kosovës. Një figurë e njohur edhe për Halilin. Okej, vetëm pak, prit. Agim Aliu PDK ndjes për këtë se unë nga presioni i kohës mund të jetë Hekuran Murati, mund të jetë Dimal Basha nga vetëvendosje. Mund të jenë edhe dy figura tjera përfshirë këtu njëri, mund të jetë edhe Vigant Çorolli që po flitet kështu në koluare të ndryshme. Visar Azemi, jo për Ferizaj, Visar Azemi është konfirmuar për LDK, edhe AK-ja e kemi në pikpyetje, okej? Regjia më jep edhe pak minuta që ta respektojmë Ferizaj në këtë qytet që unë e kam shumë për qefin. Me Shalin e nisëm, Halilin e nisëm, Blerim me ty dhe ta nisim. Edhe këtu loja është mjafte ngusht, por gjithsesi mendoj që Zoti Aliu ka përfumu mirë në qeverisjen lokale, prandaj do ta ketë të vështirë vetëvendosja në këtë rast që konsideroj që do ta sfidoj. Albini me shkun Ferizaj që s'mund me mujt do ta sfidoj PDK-n në këtë rast Zotin Aliu, por situata është paka shumë e ngjashme me gazin në Pej edhe me gjinin e Gjakov në Relec. Kush me kë? Pra vetëvendosja. Kush del më mirë te vetëvendosja? Mendoj që Hekuran Murati për arsye të pozicionimit në A kthehet Hekurani në Ferizaj po thu? Nuk e di, do ta pyesim Hekuranin, besoj që po. A mund të jetë nuk është kandidat? Informacionet që kam mund të jetë që një biznesmen i njohur mund të jetë nga vetëvendosje kandidat. Është në garë për të qenë, ose ka një lloj potenciali për të qenë, nuk e dim atë. Mos mbytni për emër se nuk po e jap, por kjo mund të jetë. Pranvera për ty, Ferizaj? Gara është shumë e ngushtë, po Zoti Aliu është në rastin si kur edhe të ardhi Angjinit, mjaftë të më thoni figura e tabilume që shumë vështirë munden me lëviz për këtij pozicioni, pa marrë parasysh edhe LDK-ja me Visar Azemin, por në këtë rast kur e marrim Hekuran Muratin edhe Dimal Bashën me Zotin Muratin ndodh që me pas naj progres mirë, po me Zotin Basha shumë vështirë në Ferizaj, por mendoj që përsëri do të jetë Zoti Aliu. Krenar? Është vështirë që të imagjinohet që të mposhtet kryetari i cili është aktual, por të shohim çfarë kandidaturë është ai vetëvendosës, se vetëvendosjen rotacion politik në Ferizaj. Nëse u kandidati i mirë, po të shohim kush është ai kandidat. A është kandidati i mirë Hekuran Murati, jo? Jo. As Dimal Basha. Okej. Për ty, Halil? Realisht, Agim Aliu është njëri prej figurave kryesore në PDK, prej fillimit deri tash. Ky jove që është figurë e madhe politike, po ka punu. Ferizaj është një qytet. Mund mi thonë me plot kuptimin e fjalës që është një qytet modern, sado që atë janë kohën që e ka bon gjungull betonit e ku ta dyne, po... Në kalimin e ka. Po qytetet bëhen me beton, nuk bëhen me lisa e me gardhiqe. E se bëhen edhe me gjelbrim. Unë e shumë kunde... Shiko për ti kushtim, kjo puna gjelbrimit në për qytete varet për shumë faktore, varet edhe për lumit, a ka qyteti lum apo jo. Nga relievi. Nga relievi, a ka ujë natë mjazë, Prishtina as mund me kone gjelbume se na ujë me pimen si po bojnë. Po Ferizaj, Agim Aliu, këta dy kolegët ose sfidusit eventual ti 400 vot, as mund me fitu ma shumë. Shala për ty? Njëjtë, pajtona adhonë që Agim Aliu, nëse janë këta kandidat, Agim Aliu i fiton në zgjedhjet. Po ballotazi këtu i konvenon vetëvendosjes apo? Ballotazi shkon mes vetëvendosjes edhe PDK-s. LDK-ja nuk është nuk ka që në një kohë. U bon disa vjetë që nuk ka në performanse ku me di qëfar edhe në interesimi ku me di sa të madhë për Ferizajin. A me Dimal Bashën e Hekuran Muratin, Agim Aliu fiton. Mund jetë edhe një kandidat tjetër, se nuk e di. Kush tjetër, do të thotë kush është sa është. Po, absolutisht. Thash se do t'i kemi, e falenderoj shumë shikuesin i cili ma bëri me dije që Ferizajin se keni përmend, se nga presioni kohës, thash LDK përpara Emrama ka vetu Ilir Gash që thot, që nga fanë si ti. Muzafer Avdili thot, presidenti kushtërim dhe të ndëruar panelist, zgjedhjet lokale kanë shumë dallime me nacionale, vetë populli nuk i kushton shumë rëndësi, sepse mendoj se zgjedhjet lokale kanë kompetenca me ndrejtë trotuar në ndryshim dhe thot asgjë nuk dëmtohet shteti edhe nëse është
mjaftueshëm i suksesshëm, pas ka komplikuar pak Muzaferi, po në Viti dhe Gjilan thot besoj shumë që lëvizja vetëvendosi do të fitoj. Këto e pas ka si konstatim, edhe tjetëra, Fadil Haxha thot pyeti për Halilin, do të Halil apajtosh Albin Kurti, po i luan liderët të tjerë si me qenë figura shahu, veç se dallimi është ai që ai luan vetë të dyja palët, besoj për shkak se të tjerët nuk kanë strategji. Fadili po thotë kështu. Si figura shahu, thot po i luan dy rolet, tjerët nuk kanë strategji, ai po i luan edhe pro dhe kontra. Jo, Albin Edhe Kurti... Kasparovin dhe Karpovin. Albin Kurti nuk on kur farë strategu, s'ka heq strategji, s'ka as program qeveris, Albin Kurti është taktizant i madh edhe manipulus i shkelqyshëm. Gash, edhe ti pajtohesh me këtë? Pas pak. Si mendova që mos më pajtohesh. Do thotë Albin Kurti. Lëm gashit me i thonë ku ka me qu Kosovën mas 5 vjetëve, nëse bon qeveri prap Albin Kurti, në ditë me t'i thonë 2 fjali,